Irena Gjoka, e cila për një mandat 3 vjeçar drejtoi gjykatën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, rezulton në kushtet e ndalimit të ushtrimit të funksioneve të saj si gjyqtare, kjo të paktën në bazë të verifikimeve të kryera nga Prokuroria e Përgjithshme, e cila i ka përcjell informacionet KLG-s, bazuar në një shkresë që Këshilli i kishte dërguar më parë organit qendror të akuzës. Bazuar në verifikimet e Prokurorisë së Përgjithshme, rezulton se Irena Gjoka, shpata Maneku, e cila për muaj me radhë ishte në qendër të akuzave të ish kryeministrit Sali Berisha, që denoncoi pari një dënim të saj në Greqi, të cilin gjyqtarja nuk e kishte pasqyruar në formularin e dekriminalizimit, rrezikon të dalë jashtë sistemit të drejtësisë. Tashmë i takon KLG-s, si institucioni që ka kompetencën të bëjë vlerësimi për gjyqtaren, të marrë një vendim se çfarë do të ndodhë me antaren e gjykatës speciale, bazuar në ligjin e dekriminalizimit. Karriera e Irena Gjokës ndërpritet sepse ajo nuk ka deklaruar në formular dënimin. Nëse ndodh kjo, Gjoka do të jetë gjyqtarja e parë e GKK-s që pasi ka kaluar vetingun, të dalë jashtë sistemit të drejtësisë. Gjoka u vendos në qendër të akuzave pasi ishte gjyqtarja që vendosi masat e sigurisë për ish kryeministrin Sali Berisha dhe dhëndrin e tij Amarbër Maltezi. Gjithashtu me firmën e Irena Gjokës u vendos masa e sigurisë edhe për ish presidentin Ilir Meta, por edhe për Fredi Belerin, kryebashkiakun e zgjedhur të Imarës, i cili nuk arriti të marrë zyrtarisht detyrën pasi ishte në qeli me akuzën e blerjes së votave. Mbi bazën e kërkesës së Komisionit të Zhvillimit të Karrierës në Këshillin e Lartë Gjyqësor më datë 8 maj 2024, në sektorin e dekriminalizimit të Prokurorisë së Përgjithshme, është regjistruar me numër 40 procesi për verifikimin e thelluar të deklarimeve të bëra në formularin e vetdeklarimit datë 22 prill 2016 për subjektin Irena Gjoka, shpata Maneku, gjyqtare në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pas kryerjes së të gjitha verifikimeve të mundshme brenda dhe jashtë vendit. Më datë 19 janar 2026, Prokuroria e Përgjithshme ka vendosur miratimin e rezultateve të verifikimit, vendim të cilin po këtë datë ja ka përcjell Këshilli të Lartë Gjyqësor si organ përgjegjës për verifikimin e kushteve të ndalimit në zbatim të ligjit nr. 138, fraksion 2015. Shkruhet në reagimin e Prokurorisë së Përgjithshme.